moment nuk ka momente ku ty s'kam vlerësu kohën e fundit. Kam vlerësu, kam respektu, kam thënë s'ki nevoj me bë kurgjë për mu, se ke bë shumë, ta kam thënë, personalisht kam thënë, ke bë shumë për mu, nuk ki nevoj me bë gjeste për mu. Në gjej sekund, nuk ke nevoj me bë gjeste për mu, të kam thënë se, edhe kur më ke thënë, a lypi vlajt mam një darkë, se në bane kam thënë, Mateo, nuk më duhet darka, hajde s'pari hajmë një darkë, nuk është darka, ke kënaqësia. Nuk është po okej, po për mu, nëse ti pak më ke njoft, mu si briken, veç një sekund, nëse ti më ke njoft, le me fol veç një sekund, se s'po m'len me mbaru. Nëse ti më ke njoft veç pak si briken që jam, e din që më shumë i vlerësoj gjese që janë shumë të vogla, gjese shumë të vogla, sesa surprizat e gjanat e mdhaja. Unë i shoh shumë gjanat e vogla. Tash, a me u kapun për faktin që ti nuk e dite, nuk e kujtove këngën e surprizës? A mu kapun në gjeste të vogla që ndonin çdo ditë që unë i shoh në e gjatë që... Po ti kapër, po s'mi thu për. Po se s'kapën unë me gjanat vogla. Nuk kapëm. Unë tash, unë i vlerësoj gjestet e vogla. Janë ato gjanat e vogla që mu më bajnë me pas një konfirmim prej teje. Gjanat e vogla. Jo surprizat, boli, kongët, trëndafilat, ato për mu janë gjana materiale, mu ato i vlerësoj, po ato unë i vlerësoj më shumë gjestet e vogla. Unë boj, ata që du sta njëri, bona unë bolin apo surprizën, se dueshe me ba bolin apo surprizën. Nuk e thash të gjë, unë thash që vlerësoj, ma shumë. Kjo vërtet në dhe i edhe që të thashon, që unë boj ata që du.